Përshëndetje, kënaqësia është e imi. Atëherë, doja pak të dija në lidhje me atë çfarë pritet të ndodhë në vijim. Pra, duket se kemi një situatë të qëndrueshme momentalisht, ka përfunduar periudha më problematike e asaj që nuk dim çfarë do të veshim dhe çfarë do të ndodhë në orët në vijim, apo jemi ende në një fazë delikate? Nëse flasim për ditën e sotme, në fakt parashikohet që të vijojë të jetë mbizotërimin e modit të qëndrueshëm. Do të thotë që do të vijojë të kemi mbizotërim të intervaleve me fillime, kalimeve të lehta të pranësirave, por nuk do të krijojë mundësira për rreshje. Temperaturat e ajrit do të mbeten të larta, të paktën deri rreth orës 2 apo 3 të mbas ditës, duke bërë që maksimumet të regjistrojnë shumë pranë vlerave 22 gradë Celsius këto në vijën bregdetare, ndërsa në qytetet e zonës sure, duke përfshirë edhe kryeqytetin, temperaturat do të luhate nga 19 deri në vlerën 21 gradë Celsius. Pastaj sigurisht që pas dita dhe mbrëmja sillin një tjetër rrënjë të temperaturave të ajrit, duke bërë që vonë në mbrëmje temperaturat e ajrit janë rreth vlerës në qytetet e zonës sure, jo më shumë se vlera 14 gradë Celsius. Do të vijojmë të kemi këto kalimet e shpeshta të pranësirave, por nuk priten në rreshje ditën e sotme. Edhe ditën e shtunë, pritet që të jemi në mbizotërimin e modit të qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, pritet që në orët e para të mëngjesit dhe të paktën deri rreth orës 10 të kemi artelime kthjellime, shkalime të shpeshta të pranësirave të fokusuara, kryesisht pranësirat në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore. Në zonat veriore kemi edhe momentet në pakta me rreshje të izoluara shiu. Por pjesa e dytë e ditës së shtunë do të sjellë mod të qëndrueshëm, do të sjellë intervale të gjata me tillë kalime të lehta të pranësirave. Edhe ditën e shtunë do të kemi një tjetër rritje temperaturave të ajrit. Ndryshe nga fillimi i javës, ku kemi regjistruar temperatura mjaft të ulta në orët e para të mëngjesit dhe të mesditës, pritet që dita e shtunë do të sjellë vlera minimale, të cilat regjistrohen deri në 4 gradë Celsius në qytetet e zonës malore, ndërsa në ulësirën perëndimore do të luhaten nga 7 e shumra vlerave 13 gradë Celsius. Në orët e mesditës do të kemi një tjetër rritje temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet në territorin shqiptar ditën e shtunë të regjistrojnë shumë pranë vlerave 23 gradë Celsius. Në ulësirën perëndimore edhe në zonat malore do të kemi maksimumet të cilat do të jenë rreth vlerës 15 apo 16 gradë Celsius. Nuk do të ndalojë këtu rritja e temperaturave të ajrit, pasi edhe ditën e diel do të kemi një tjetër rritje me maksimumet të cilat regjistrojnë në vlerën rreth 24 gradë Celsius, 25 gradë Celsius në zonat e izoluara në jug perëndim të territorit shqiptar, do të regjistrohen temperaturat më të larta. Po ashtu modi do të jetë i qëndrueshëm ditën e diel, do të kemi intervale të gjata me diell, kryesisht do të jenë më të ndukshme gjatë orëve të para të mëngjesit dhe mesditës, ndërsa pas ditës fillon si kalime të lehta të pranësirave, por nuk do të ketë rreshje. E qartë. Në fakt, zoti Osmani, nëse i kthemi pak disa ditëve më parë, kemi parë rreshje të dendura dëbore, sidomos në zonat malore, madje kemi raportuar edhe për një ngjarje shumë të rëndë, humbjen e jetës së një 26 vjeçari në Has për shkak të kushteve atmosferike dhe pamundësisë për të kthyer sërish në banesën e tij. Si do të paraqitet situata në këto zona malore? Për fat të mirë ka përmirësim për sa i përket kushteve atmosferike, pasi kemi ndërprerje të rreshjeve jo vetëm në ulësirën perëndimore, por po ashtu edhe në zonat malore. Kemi përmirësim, edhe pse kemi pranësira të shpeshta, nuk pritet të kemi prezente rreshje. Po ashtu kemi për fat të mirë rritje temperaturave të ajrit në orët e para të mëngjesit dhe në orët e mesditës, pasi në orët e para të mëngjesit në këto zona kemi patur vlera negative, çka ka bërë që kemi patur prezente edhe ngrica, por duke filluar nga dita e sotme dhe në vijim kemi për të paktën 4-5 ditë rritje temperaturave të ajrit edhe në zonat malore, duke bërë që minimumet të regjistrohen në fillim javë të kemi vlera edhe në 6 gradë Celsius në qytetet e zonave malore. Në orën e parë të mëngjesit dhe gjatë mbrëmjeve vonë sa maksimumet pritet që në zonat malore të regjistrohen edhe në 18 gradë Celsius në fillim javën që vjen. Për fat të mirë, të paktën deri ditën e martës të mërkurë kemi prezente kryesisht një mod i cili do të jetë më së shumti i qëndrueshëm, edhe pse Francja do të jetë prezente, kemi rreshje të izoluara shiu kryesisht java që vjen si një mod disi më të paqëndrueshëm se sa fundjava, pasi do të kemi prezente vranësira, do të kemi prezente rreshje, por do të jenë rreshje të karakterit lokal, rreshje të izoluara me intensitete të ulta dhe lokalisht me intensitete mesatare, por jo problematike. Kryesisht do të kemi rreshje shiu, pasi të paktën deri ditën e mërkurë kemi rritje graduale të temperaturave të ajrit në territorin shqiptar. Dhe për fat të mirë nuk ka sinjale që të kemi këto episode të cilat sjellin ndryshmëri me njëhershme të situatës së kushteve atmosferike dhe sigurisht kemi këto pasaj këto ngjarje të cilat nuk janë të këndshme. E qartë. Ndër të tjera, çfarë mund të themi